Partia Demokratike e Kosovës do t'jetë në këto zgjedhje në garë me një platformë të jashtëzakonshme zgjedhore, e cila bazohet drejt për drejt në nevojat që i kanë sot njerëzit. Partia Demokratike e Kosovës do ta bazojë programin e saj e para në çështjen e rritjes pagave. Do të kemi 50% rritje të pagave për gjitha kategoritë shoqërore, përfshi këto edhe pensionistët, edhe kategoritë cilat janë të dala nga lufta, në mënyrë që të arrijnë ata të përballojnë të gjendje të rëndë të rritjes së çmimeve. E dyta, ne tash e sa kohë kemi propozuar edhe në kuvend që të ketë lehtësira në tatimin mbi vlerën e shtuar ose largim të aksizës, në mënyrë që të kemi një ballafaqe më të lehtë të qytetarëve me shportën familjare. Uzë kryesore është të japim fond krizës. Nëse diçka e ka karakterizuar skenën politike, shoqërore në Kosovë për këto 6 vite, janë përsëritjet e parashtura të krizave të njëpasnjëshme që i ka prodhuar pushteti i Albin Kurtit. Pra ne kemi pas zgjedhje, jo zgjidhje, kemi pas vakum institucional, kemi pas mungesë të projekteve kapitale, cilat sot nëse i shohim në përqindje do të thotë qeveritë para vite më parë, këtu kanë mri vlerën dikon 27 deri në 30% të buxhetit të shpenzuar, sot ato kanë rënë në 20% dhe në këtë telashe që ka krijuar qeveria në raport me varfrimin e jetës së qytetarit të Kosovës, ne kemi pa afera korruptive me rezervat shtetërore, afera korruptive me kontratat njëburimore, me mijëra euro janë të shpenzuara në kontrata njëburimore, ndërkohë që është folur fare pak për qytetarin. As nuk po flasim tash për zhvillimet e projekteve të mëdha kapitale, për shembull, pse nuk është përfunduar rruga për Pejë. Ka pas telashe sipas ekzekutimit me shpërndarsim edhe një marrëveshje rruga për Mitrovic, madje segmenti i fundit as që është nisur. Pra, nuk e kemi përfundimin e rrugës Dallë Gjakov që ka qenë